Përse shumica në Greqi janë ortodoks? Përse shumica në Iran janë musliman? Përse shumica në Itali janë katolik? Përse në Kinë ka kaq shumë budist? Përse në Shtetet e Bashkuara ka kaq shumë ungjillor? Kur vëzhgojmë hartën fetare të botës, shohim një realitet të qartë. Besimet fetare shpesh ndjekin kufit gjeografik, kulturor edhe historik. Në shumicën e rasteve, feja që një person përqafon lidhet ngushtë me vendin ku ka lindur edhe është rritur. Nëse do të kishim lindur në Itali, ka shumë mundësi që do të ishim rritur si katolik. Nëse do të kishim lindur në Greqi, me shumë gjasa do të ishim ortodoks. Në Iran do të ishim musliman, edhe në Kinë mund të ishim budist ose sekular. Kjo nuk ndodh sepse njerëzit janë domosdoshmërisht të paarsyeshëm, por sepse familja, kultura dhe shoqëria kanë ndikim të madh në formimin e bindjeve tona. Shumica e bën një ide të duket normale dhe e vetkuptueshme. Por kjo na çon tek një pyetje e rëndësishme. A është shumica garanci e zëvërtetës? Historia na mëson se jo. Treguesit e përqindjeve të besimeve na tregon se jo, sepse shumica në Rusi na çon drejt ortodoksisë, shumica në Amerikë na çon drejt protestantizmit, edhe në Iran na çon drejt islamit. Prandaj, numri i njerëzve që besojnë diçka nuk e përcakton automatikisht të vërtetën e saj. Nëse duam të jemi kërkues të ndershëm të zëvërtetës, duhet të jemi të gatshëm të shqyrtojmë bindjet tona dhe bindjet e të tjerëve sipas standardeve të njëjta. Për mua, 4 janë veçanërisht të rëndësishme, 4 pyetje. Së pari, cila është dëshmia e shkrimit të shenjtë? Çdo fe, filozofi ose ideologji bën pretendime për realitetin. Çfarë provash historike ofron? A është koherente logjikisht? A i përgjigjet pyetjeve themelore të jetës? Kush jemi, pse ekzistojmë, çfarë është e mira dhe e keqja, a ka shpresë pas vdekjes? Si krishter, unë e vlerësoj faktin që Bibla mund të shqyrtohet publikisht. Ajo ka qenë objekt studimi, kritike, debati dhe kërkimi për shekuj me radhë. Besoj se dëshmia historike, arkeologjike dhe filozofike qëndron në favor të saj. Por çdo pretendim duhet të testohet dhe jo thjesht të pranohet. Së dyti, a është i përhapur ky besim, edhe si është përhapur? Mënyra se si një ide përhapet ka shumë rëndësi. A përhapet përmes bindjes apo imponimit? Përmes argumentit apo frikës? Përmes lirisë apo kontrollit? Një sistem që ka nevojë të mbyll gojën e kritikëve, të ndaloj pyetjet ose të izoloj njerëzit nga informacioni i ndryshëm, ngrepi pyetje serioze. E vërteta nuk ka frikë nga shqyrtimi. Si një besimtar i krishterë, unë shoh tek Krishti dhe apostujt një model ku njerëzit ftoheshin të dëgjonin, të shqyrtonin dhe të vendosnin vetë. Ky është një model që unë e përkra edhe e vlerësoj edhe i besoj. Së treti, çfarë fryti prodhon? Besimet nuk duhet të gjykuar vetëm nga teoritë e tyre, por edhe nga rezultatet që sjellin. Çfarë ndodh kur ato ndikojnë kulturën, familjen, arsimin, drejtësinë edhe marrëdhëniet njerëzore? Asnjë sistem nuk duhet gjykuar vetëm nga shembujt më të mirë ose vetëm nga shembujt më të këqij. Duhen parë ndikimet e tyre në histori. Kjo nuk është një provë absolute, por është një tregues i rëndësishëm. Së katërti, kush është figura qendrore? Shumë njerëz e pranojnë ose e refuzojnë një besim për shkak të sjelljes së ndjekësve të tij. Por ndjekësit janë njerëz të papërsosur. Kur unë isha fëmijë, për shembull, kam dëgjuar shpesh shprehjen, Hoxha thot, bëni si them unë, por mos bëni si bëj unë. Edhe mendova se ky problem ishte vetëm tek muslimanët. Por pas disa viteve shkova në Korçë në një projekt edhe dëgjova të njëjtën shprehje, por për Priftin.
Prandaj është e rëndësishme të shqyrtojmë figurën qendrore të çdo besimi. Kush është ai? Çfarë mësoi? Si jetoi? Çfarë shembulli la pas? Si një krishter, unë vazhdoj të manitem nga personi Jezu Krishtit. Karakteri i tij, mësimet e tij, mëshira e tij, qëndrimi i tij ndaj mëkatarëve, gatishmëria e tij për të flijuar për të tjerët, edhe fuqia e tij e dëshmuar përmes mrekullive edhe ringjalljes. Shumica nuk është garanci e vërtetës. As tradita familjare nuk është garanci e vërtetës. As emocionet apo përvojat personale apo personalitetet karizmatik nuk janë garancitë e vërtetës. Nëse e vërteta ka rëndësi, atëherë ajo meriton të kërkohet me ndershmëri, për ulësi dhe guxim. Prandaj, përpara se të pyesim çfarë beson shumica, ndoshta duhet të pyesim cili besim i qëndron më mirë provës së dëshmisë, historisë, frytit që prodhon dhe figurës që përfaqëson.